Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Këshilli i mandateve diskuton kërkesën për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. PD kërkon arrestimin, ndërsa Partia Socialiste thotë se masa e pezullimit është e mjaftueshme. Përkeqësohet situata në rrugën Librasht Pogradec Shembet edhe segmenti provizor. Drejtuesit e mjeteve vjojnë kalimin nëpërmjet aksit nga Gramshi. Gjykata liron nga qelia të gjithë protestuesit e opozitës. Flamurnoka deklaron pas seancës se policia u vendosi shishe me benzin të miturve në çanta. Zhbllokohet rivlerësimi i pasurive të paluajtshme. Procesi do të kryhet online nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës ose përmes ekspertëve të licencuar. Vjojmë mëngjesisht me lajmet. Këshilli i mandateve do të dorëzojë në kuvend 2 raporte për Belinda Ballukun. Pas një diskutimi të gjatë në prani të prokurorëve të SPAK dhe avokatëve mbrojtës, opozita kërkoi heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Ballukut, por socialistët thanë se masa e pezullimit nga detyra është e mjaftueshme. Majoranca dhe opozita do të shkojnë në parlament me raporte të ndryshme sa i përket çështjes së Belinda Ballukut. Pas 5 orësh diskutime, Këshilli i mandateve shqyrtoi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut. E para ishte opozita me një qëndrim të prerë, se në seancë do të rekomandojnë zbatimin e kërkesës së prokurorëve. Kjo tregon se jemi në një situatë teje të rënduar sa i takon krimeve të kryera prej saj. Sot prokuria foli për një dëm të rënd ekonomik që është bërë buxhetit të shtetit. Për socialistët, masat e marra deri më tani kundrejt Ballukut janë të mjaftueshme. Megjithatë theksuan se qëndrimin e tyre do ta japin pas hartimit të raportit. Ne nuk ishim dakord me atë mënyrë se si ka ardhur, si është propozuar. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe antarëve të tjerë të Këshillit Mandati në një nga mbledhjet më të para të grupit parlamentar, ndoshta e para e mbledhjet e grupit parlamentar, sapo kolegu im Ulsimanja të ketë hartuar plotësisht raportin në emrin e 5 sheston, sepse nuk pati dakordsi për të pasur një relator, do të kemi 2 relator. Më herët, në mbledhjen me dyert të mbyllura prokurorët e SPAK u shprehën se Balluku ka intimiduar dëshmitarët, ndërsa theksuan se arsyeja e kërkesës për pezullimin nga detyra erdhi për shkak se mund të cënohen provat. Gjithashtu, si nga ana e organit të akuzës, ashtu edhe nga pala mbrojtëse, u mohua se çështja ndaj Ballukut vjen për motive politike. Tashmë do t'i mbetet seancës plenare për të dhënë fjalën e fundit. Raportet do të prezantohen nga të dyja palët dhe kërkohen vetëm 71 vota për të vendosur nëse do t'i hiqet imuniteti i Belinda Ballukut, e cila akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Kryeministri Rama, sipas Berishës, i dha mundësinë Belinda Ballukut të prish provat duke qëndruar në detyrë. Kreu Demokrat shtoi se pas të gjitha aferave qëndron vetë Rama, ndaj ai duhet larguar me protesta. Kryetari i PD-s Sali Berisha akuzoi majorancën se prej 16 dhjetorit bllokoi kërkesën e SPAK-ut për arrestimin numri 2 të qeverisë, Belinda Balluku, duke i dhënë asaj mundësinë të prish provat. Berisha doli në konferencë me gazetarët në të njëjtën orë që Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit po dëgjonte argumentat e SPAK-ut për Belinda Ballukun, duke deklaruar se kjo çështje duhej të ishte shqyrtuar më herët. Në parlament zhvillohet seanca e shtyr 3 muaj, shtytje me të cilën lubis ju dha mundësia të shkatroj mira dokumenta, të intimidoj, të kërcënoj me 10 dëshmitar. Por cili do që të jetë vendimi i Partisë Socialiste për imunitetin e Ballukut, protestat e opozitës do të vazhdojnë, pasi sipas Sali Berishës, kryeministri Edi Rama është përgjegjësi kryesor për nivelin e korrupsionit në Shqipëri. Balluku është vetëm aksesor i tij. Protesta, revolta, kryengritja paqësore ka në epiqendër Edi Ramën për ne. Çdo qytetar do ta ketë të qartë. Ai është mater matrix, nëna e nënës së gjitha këtyre aferave që kanë dalë, këtyre gjirizeve që kanë shpërthyer. Kryetari i PD-s Sali Berisha bëri përgjegjës kryeministrin Edi Rama e qeverinë e tij për shembjet në rrugën Librasht Prenjas dhe izolimin e Juglindjes. Ajo që është më dramatike se vetë shembja
është heshtja kriminale e organeve të prokurorisë. Asnjë të arrestuar, asnjë të marrë në ndjekje. Të gjitha rrugë pa përjashtim, të shembura, nuk veprohet sepse parat janë ndarë në qeveritarët. Kurse vetë, Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Kryetari PD-s Berisha u bëri apel qytetarëve të reagojnë kundër qeverisë e t'i bashkohen protestës së opozitës ditën e shtunë në 28 shkurt. Situata në rrugën Librazh Pogradec është përkeqësuar pasi edhe kalimi provizor ka pësuar shembje. Qarkullimi i mjeteve është bllokuar plotësisht, ndërsa rruga që kalon nga Gramshi mbetet alternativa kryesore. Riapja e këtij aksi kombëtar të rëndësishëm për Juglindjen duket se do të kërkojë më tepër kohë për shkak të paqëndrueshmërisë së tokës. Segmenti rrugor në zonën e Arrat e Gurrës në fshatin Dragosujnë të Librazhdit, i cili pritej të hapej mesditën e kësaj të hëne pas ndërhyrjes me bypass dhe aktivizimit të një aksi dytësor, ka pësuar sërish shembje, duke e bërë rrugën të pakalueshme. Segmenti dytësor i hapur për kalim provizor ka pësuar fundosje dhe rrëshqitje toke duke dëmtuar punimet e kryera. Ajo që ne shpresuam që ishte një plan rrëshqitje deri në 6 metra, rezultoi që nuk është i tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive. Masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj unazës sekondare nuk rezultuan efektive, që aksi do të duhet të mbetet i mbyllur. Atëherë unë thash që ne shpresojmë duke u bazuar në analizat paraprake që patëm. Nuk ishte thjesht parashikim, por ne kishim një analizë paraprake të bazuar në 3 sondimet që u kryen, në 3 sondat, që tregonte që plani i rrëshqitjes mund të ishte, por ne nuk kishim një raport final. Kozeli tha se pritet një rivlerësim urgjent i kushteve gjeologjike që më pas të bëhet një plan i ri ndërhyrje. Ne po diskutojmë që duhet të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të 2 alternativa, qoftë ajo ekzistuese e Spatharës, që është edhe përdorur deri diku nga mjetet, nga autoveturat. Ndërkohë nga një diskutim që patëm sot edhe me banorët të zonës, edhe me kryetarin e njësisë administrative, thanë që mund të ekzistojë mundësia e krijimit të një rruge sekondare këtu në Dragostojnë. Raporti gjeologjik ne presim nga shërbimi gjeologjik, ashtu si fundur edhe nga 3 sondat që u bën. Unë nuk kam inxhinier që të them sa vënon, që nuk kam një koment për këtë gjë. Nga diskutimet në zonën e banesave nuk ka një plan rrëshqitje, por megjithatë po mbahet në monitorim. Kjo rrëshqitje ka detyruar edhe makinat e firmës të largohen pasi ekziston rreziku i fundosjes së mëtejshme, ndërsa është ndaluar edhe qarkullimi këmbësorëve. Po ashtu, autoritetet vendore dhe emergjencat civile kanë evakuuar 2 familje që banonin pranë segmentit të dëmtuar rrugor. Ndërkohë që problemet në aksin rrugor Librazh Pogradec kanë shkaktuar dëmtime dhe në rrjetin energjetik, që prej së dielës shtylla e tensionit të mesëm në linjën 110 kV Librazh Hec Egnatia rrezikon shembjen. Si pasojë, pa energji elektrike mbeten edhe disa zona në Librazh. Për këtë arsye, në terren do të dislokohen forcat e ushtrisë dhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë me qëllim garantimin e perimetrit të sigurisë dhe parandalimin e çdo rreziku për jetën e qytetarëve. Ndërkohë që edhe këtë të hënë, drejtuesit e mjeteve kanë qenë të detyruar të përdorin aksin Maliq-Llozhan-Moglic Gramsh për të udhëtuar drejt kryeqytetit. Në dalje të Maliqit, policia nuk lejoi qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd të autobusëve, pasi infrastruktura nuk është e përshtatshme për këtë kategori mjetësh. Policia lejoi përdorimin e këtij aksi vetëm për furgonet e transportit të udhëtarëve. Jo të pakt janë drejtuesit e mjeteve që zgjedhin itinerarin Korçë-Ersek-Leskovik përmet Këlcyr-Tepelen për të udhëtuar drejt kryeqytetit dhe Ana-Silltas, drejt juglindjes së vendit. Një alternativë tjetër është edhe kalimi nga Qafthana përmes rrugës drejt Dibrës së Madhe, më pas në Peshkopi dhe vijimi në rrugën e Arbrit drejt Tiranës. Maunet që ishin nisur drejt Tiranës kanë mbetur në rrugë në pritje të një zgjidhje nga autoritetet. Shoferët thonë se nuk mund të zgjedhin rrugën nga Maqedonia e Veriut, pasi tashmë e kanë bërë zhdoganimin e mallit. Prej 3 ditësh dhjetra kamionistë kanë ngelur të bllokuar në Qukës pas mbylljes së rrugës në Librazh, duke patur të pamundur për të vazhduar më tej rrugën e tyre drejt Tiranës. Sipas kamionistëve, këshilla e autoritetit rrugor bie pasi ata kanë bërë zhdoganimin e mallit dhe e kanë të pamundur që të futen në Maqedoni, pasi nuk ka një marrëveshje midis 2 qeverive për këtë anomali. Ata tregojnë se përveç lodhjes, pritja gjatë sjell dhe dëm të madh ekonomik. Gjatë rrugës na njoftuan që është mbyllur rruga, vajta pothuajse 3 ditë. Nuk kemi asnjë njoftim, asnjë zgjidhje nuk na jep, asnjë përgjigje, asnjë gjë. Kush as po na thot, jo nesër, jo mas nesër bëhet, jo diçka kur gjë.
policie për që ku kemi lënë kamiona në për rrugë që 3 ditë. Problemi madh, kemi ditë që presim, vetëm presim por nuk kemi përgjigje. Në kushte të tilla, kamionistët nuk mund të bëjnë asgjë përveç se të presin, pasi janë të izoluar, ndërsa rruga nga përmeti është e jetë e vështirë për të përshkruar. Aksi rrugor Pogradec-Qafthan, një nga segmentet me ngarkesën më të madhe që lidhi Juglindin e vendit me Tiranën, prej 2 ditësh paraqitet thuajse i boshatisur. Lëvizja mjeteve është minimale pasi bllokimi rrugës ka detyruar drejtuesit të zgjidhin alternativa të tjera qarkullimi ose të pezullojnë udhëtimet. Kryeministri Edi Rama reagoi këtë të hënë pas bllokimit të rrugës Librasht-Pogradec, duke deklaruar se shembja vjen për shkak të rrëshqitjes në rrugën e vjetër dhe jo prej paaftësisë autoriteteve. Citoj, duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse, tha Rama në rrjetet sociale. Kryeministri e bëri reagimin pasi udhëtoi drejt Korçës me helikopter për të inauguruar polin e dijes. Citoj sërish, me aks të lirë a me aks të blokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë, pikërisht sepse grupi që vjen do të shohë Korçën, Vlorën e nesër Tiranën në vetëm 24 orë qëndrimi në Shqipëri, shtoi Edi Rama në postimin e tij. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit që u miratuan 6 muaj më parë janë cilësuar të palishme nga gjykata kushtetuese. Në vendimin e shpallur këtë të hënë, kuvendit i kërkohet të respektojë procedurën në përcaktimin e numrit të ri të komisioneve parlamentare. Gjykata kushtetuese me unanimitet ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike dhe ka shpallur të palishme ndryshimet në rregulloren e kuvendit të miratuara në shtatorin e vitit të kaluar. Këto ndryshime në rregullore kanë të bëjnë me shtimin e komisioneve nga 8 që ka pasur parlamenti në 11 komisione. Dhe sipas gjykatës, procedura që ka ndjekur parlamenti në këtë rast është në shkelje të kushtetutës. Gjykata vlerësoi se duhet vendosur shfuqizimi vendimit numër 5 për shkak të cënimit të parimit të demokracisë përfaqësuese të lidhur me lirinë e shprehjes së deputetëve, si pasojë e shkeljes së rregullave të thirrjes së mbledhjes së kuvendit, si dhe të procedurës së ndjekur për miratimin e aktit objekt shqyrtimi. Kushtetuesi urdhëroi parlamentin të korrigjojë gabimin dhe të miratojë rritjen e numrit të komisioneve me procedurë të rregullt. Gjykata vendosi që efektet e këtij shfuqizimi hyn në fuqi 30 ditë pas botimit të vendimit në fletoren zyrtare, në mënyrë që gjatë këtij afati kuvendi të ketë mundësinë e organizimit të komisioneve parlamentare, sipas standardeve për procedurën e miratimit të akteve të përcaktuar në arsyetimin e këtij vendimi. Ndryshimi rregullor së kuvendit ishte vendimi i parë i mazhorancës socialiste në nisje të legjislaturës së re. Rregulloria u ndryshua në 2 mbledhje të parlamentit, të cilat u zhvilluan brenda të njëjtës ditë dhe numri i komisioneve të përhershme u rrit nga 8 në 11. Por PD ju drejtuar gjykatës kushtetuese duke vënë në dukje se një ligj edhe kur futet me procedurë të përshpejtuar nuk mund të miratohet pa kaluar 7 ditë. Sipas PD, miratimi brenda një kohe kaq të shkurtër i ndryshimeve në rregullore cënon të drejtën e deputetëve të opozitës për të njohur me ndryshimet si dhe për të propozuar amendamente. Gjykata e Tiranës vendosi të lirojë të gjithë protestuesit e arrestuar në tubimin e fundit të opozitës. Pas seancës për masat e sigurisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka akuzoi policinë se u vendosi molotov në çantë të miturve. 18 të arrestuarit pas protestës kombëtare të Partisë Demokratike u liruan nga qelia ku po mbaheshin që prej të premtes. Për 9 prej tyre, gjykata e Tiranës arsyetoi se arresti 20 shkurtit ishte i lishëm, ndërsa për 9 të tjerët, futja e tyre në qeli u konsiderua e palishme, ndonse në përfundim të gjithë dolën nga burgu. Megjithatë, 17 prej tyre janë të detyruar të paraqiten pranë policisë gjyqësore, ndërsa vetëm një u la pa mas sigurie për shkak se vuan nga probleme mendore. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka tha se policia ka bashkëpunuar në prangosjen e tubuesve, duke i skenuar edhe bombat me molotov që atyre ju gjetën nëpër çanta. 2 të mitur, të cilët nuk deklarojnë që s'kemi lidhje me PD-n dhe s'kan qenë me ne, fare në protestor, ju janë futur nga narkopolicët, shishe me benzinë në çanta, pse kanë ardhur nga shkolla ata 2 dhe kanë pasur çantat e shkollës. Dhe narkopolicia ju ka fut shishet me benzinë në çanta. Këto lloj skenarësh vetëm sigurimi i shtetit i bënte dikur për armikun e klasës. Nuk i kemi parë kurrë në këtë.
Protesta e 20 shkurtit u shoqërua me përplasje të forta mes protestuesve të opozitës e uniformave blu. Ndaj godinës së kryeministrisë u lëshuan bomba Molotov. E sulmuar përfundoi edhe xhamia e Namazgjas, ku nga gazi lotësjellës besimtarët u detyruan të mos përfundojnë faljen. Ministria e Financave ka publikuar aktet nënligjore të rivlerësimit të pronave. Procesi do të kryhet online dhe mund të bëhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës ose përmes ekspertëve të licencuar. Pritjes i erdhi fundi. Të gjithë ata individ që kanë në pronësi një pasuri të paluajtshme, tokë ose ndërtesë të regjistruar mund të bëjë procesin e rivlerësimit me 5% nga 15% që ishte në të kaluarën deri në fund të këtij viti. Ndryshe nga sa priti, rivlerësimi do të bëhet me referencat e vjetra që janë aktualisht në fuqi. Në rast se individi zgjedh që rivlerësimin e pasurisë ta bëj ASHK-ja, ai bëhet me çmimet minimale fiskale që janë në fuqi në momentin e kryerjes të procesit të rivlerësimit dhe në përputhje me përcaktimet e udhëzimit të përbashkët numër 34 datë 29/12/2023 për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme. Në këtë rast, baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së dalë nga rivlerësimi, sipas çmimeve minimale fiskale në fuqi dhe vlerës së zbritshme të përcaktuar në pikën 3 të këtij kreu. Ndërsa kur rivlerësimi bëhet me vlerësues të pasurive të paluajtshme, vlera e pronës mund të dalë edhe më lart. Në rast se individi zgjedh rivlerësimin e pasurisë nga një ekspert i licencuar, baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë dhe vlerës së zbritshme. Në çdo rast, vlera e pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë nga eksperti i licencuar nuk mund të jetë më e vogël se çmimi minimal fiskal. Për herë të parë në këtë proces do të njihet dhe amortizimi me 1% për çdo vit vjetërsie të pronës. Në rastin e ndërtesave, çmimeve të referencës do t'i zbritet 1% e vlerës për çdo vit të plot shtesë përdorimi, duke filluar nga data e fitimit të titullit të pronësisë për herë të parë. Zbritja prej 1% do të aplikohet për të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme ndërtesa. Kjo zbritje nuk duhet të jetë më e madhe se 30% e çmimit të referencës të përcaktuar në VKM2 në zbatim të neneve 21.2.22 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar. Aplikimi për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme do të bëhet online në Albania, ku përveç se aplikon për kryerjen e këtij procesi, gjithashtu kërkon të pajisjet me kopje të kartelës së pasurisë së paluajtshme. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.